هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كل نشكره ولا نكفره ونخلقه ونتركه ما يهجره. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغم وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Falënderimet gjithëri takojnë Allahu subhanahu wa taala. Allahun falenderojmë vetëm për Allahut ndihmë dhe falë kërkojmë. Te Allahu mbështetemi në çdo gjendje të jetës tonë. Përshëndetjet më të sinqerta ja drejtojmë Muhamedit alayhis salam, familjes së tij, shokëve të tij, gjithë muslimanëve kudo që janë në botë, po në veçantë e lutim Allahun për neve që na pranoj agjërimin tonë, namazet tona, sejdët tona dhe të jetë ky Ramazan një pikë ndryshimi dhe një element që na ndihmon të ngritemi edhe me afër Allahut subhanahu wa taala. Ju përshëndet gjithëve, selam aleikum. Inshallah çdo minutë që kalojmë këtu së bashku Zoti na pranon. Mos e çojmë xhami edhe s'ka dyshim që edhe kjo që përbojmë mas drejkë është një lloj ibadeti. Veç është ibadet i lloj tjetër, por megjithatë është shumë i nevojshëm. Parasysh se muslimanët kanë nevojë me mësu fenë e tyre dhe ata kanë nevojë me i ditë dhuntit e kësaj feje, në mënyrë që t'jenë ma denjt edhe t'jenë ma të sinqert ndaj fesë tyre. Ne dim që muajin të cilin njihim është muaji Ramazan, që Allahu e ka karakterizuar me agjerim, po megjithatë kur të nalesh të shiqesh pse Ramazani ka këtë vlerë, normal që vlera e Ramazanit nuk e arrit këtë shkallë veç pse është agjerimi. Domethënë para se mu bo obligim agjerimi, Ramazani e merr epitetin se Kurani ka zbrit to. Domethënë vlera e Ramazanit si muaj i shejt, edhe si muaj që Zoti domethënë i ka ofruar umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam shumë të mira. Ajo përparësia këtij muaji niset prej Kuranit, prej zbritjes Kuranit, për arsye se mas kësaj asoj shkputje qiellore që ka bërë domethënë toka me qiellin, që sipas disa transmetime 600 vjet është bëja shkputja mas ngritjes së saj të Resulullah vetë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtë kjo periudhë domon njerëzimi i kanë shkput lidhjet direkte me Zotin, lidhje këtu që manifestohen nëpërmjet profetit edhe Xhibrilit. Domon qielli është ndërlidh me tokën nëpërmjet një melaçi që ka emrin Xhibril edhe vaçisht i pejgamberit asaj kohe. Vazhdimi i kësaj lidhje edhe një herë që ka ndodhur në Ramazan dhe Xhibrili ka ardhur me shpalljen e Zotit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtu fillon në mon epok tjetër, një pikë historike që e ka ndryshuar dhe sot asoj ditë domethënë i kalon gjuhë të veta në botë. Është e udhës që këtë pikë historike dhe domethënë këtë mirësi që Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Është mirë që ditë në vazhdim inshallah taala nalim të paktën
të studiojmë disa mëshëftësi të Kuranit. Inshallah Zoti na fal gjithëve neglizhencën tonë ndaj Kuranit. Sa na i dim thesarin e Kuranit. Qysh e lexojmë Kuranin? A ka Kurani mëshëftësi që ende si kemi zbuluar? Këto janë gjëra që në fakt në vazhdim inshallah taala do të mundohna të shkputi ngjarje prej Kuranit, ose edhe fenomene kuranore, edhe mrekulli kuranore, edhe tekste kuranore që në fakt gjithherë e japin edhe dëshmojnë që ky libër është i Zotit, edhe Allahu ka zbrit, edhe krenaria më e madhe në këtë botë që kemi është se na jemi i startë këtij libri, edhe besojmë këtë libër, edhe ky është udhërrëfyesi jonë. Hala po fut me fol që inshallah do të koncentrohem në tri ngjarje që lidhen me Kuranin. Për paraqes një fjalë një dietari të vënshëm, domon shekut 20, i cili thotë kështu: për momentin thotë bota është një errësirë. Për momentin thotë bota është një krizë. Edhe kjo krizë çdo ditë veç po shtohet. Në çfarë dush aspekti? Jo vetëm në aspektin ekonomik, jo vetëm në aspektin shpirtëror. Kjo shpirtëror është kriza më themelore. Po megjithatë ka krizë për momentin është kriza e frikës. Është një krizë për momentin kriza e terrorizmit, e luftës, gjithçka domethënë për momentin është ka shkon në luftë. Në shkolla po habitna edhe në kompjuter ku të futesh, i gjon fëmin që lu krejt konter që po lujnë, këtë me pu, me altia, me luft, këtë vraje, mëte vraje, me donë është, për momentin shek dhe njësë nekë karakterizohet me lufta. Edhe dëmanë bota është një farë lajperi. Edhe çdo ditë është ka krijuar një kaos. Smundje të rana është, për shembull, ju në përvret, për momentin që ka dhe smundje që për momentin është ka i përjetën bota, si çështja e SIDA-s, kanceri ka marrë për masa të mëdha, domthonë në bota në çdo fush shihet që ka një krizë. Edhe sikur këtë ky glob që po jetojnë, që ky planet ka nevojë për diçka që me fillu me ndryshue. Edhe ai dietari po thotë kështu: po thotë njerëz në botë janë terr, janë errësirë. Edhe ai thotë vjen një shembull, unë po du me ilustru këtu në xhamin tonë. Thotë shembulli i kësaj bote, edhe i njerëzve të dhe shembulli i Kuranit është sikur me na fut tonëve në xhami, neve, tonëve bashkë, bëne sot na jemi njerëzimi në botë. Kjo xhamia o bota, na jemi tonë. E mi mbyll këtë drejtarët me zidu këtu, jo releta këtë me zidu, këtë me botë të erë të krejt. Mos me lanë dritë si shkërkon. Veç me lanë ndërpres, pëse që puqin elektrik që e mbeze dhe e fikë. Edhe krejt të erë. Edhe për një moment, asë njëni prej neve, ne dim sigur që ka poq elektrik, ka edhe ndërpres. Po se din kërkush kua. Edhe për një moment, dojnë tonë më që me gjithë derën. Tonë qështu që shimë qështu, dojnë me gjithë derën. Amo është tërë, që si malë që s'ka mundësia, s'ka hana, s'ka tërë, krejt tërë. Bataria s'ka, si shkrejt, dhe me dritë, s'ka, kur që s'ka. Edhe tonë që unë përshamë unë me gjithë derën. Qa ka me ndohë mesën tërë? Dikush, ka me menu që ka dera, dikush anet, dikush knet, dikush ka në më takues, ka në bon deshe me zvetë, edhe ka më boni të lovin gjami. Problemi është, a dini ko problemi? Problemi është, s'po ka një burë, që veç shkoj një më shënë kësojna. Veç mi më shok kësoj gjinë e dera, ndrysheve të shka në ka problem, ka rëgdalje. Po na, për lipëm derën, gavimisht, ma mirë me lipëm tërpresin edhe me ndezë. Kurani, për momentin, është ndërpresi, edhe kretë botën ka mënuen me gjithë derën. Tonë mënuen me gjithë derën. Edhe përsa ka lufta, ndeshje, katastrofa, kriza ekonomike, kriza natyrore, të lashe krejt, s'po ka dikur që e qelë Kuranin edhe e gjanë dritën. Se me të vërtet Kurani e dritë për njerëzimin. Inshallah ta'ala do të nalëm një ngjarje që po kanë qef me ilustru masjem në mujnë e Ramazanit. Po kanë dëshirë me paraqit mënyrën e zbritjes
Kurani si libri i Allahut subhanahu wa taala, çysh kanë ndërhyrë tokë, çysh ka zbrit. Një ngjarje kam që inshallah taala do të mundohen ata shpjegoj tash. Në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur ka qenë Muhamedi, kur ka kaluar periudhën e Medinës, një ditë për ditëve ka ndodhur një ngjarje shumë interesante. Një grua e shty me mosh e quajtur me emrin Khuwailid bint Tha'laba, edhe burri i saj ka qenë Aus ibn Samit, burrë dhe grua. Thuhet që burri i saj ka dalë një ditë me punu jashtë, edhe kur ka ardhur e ka gjetë gruan e tij ka falet, po thuhet ka qenë baja gjeshty me mosh. Edhe kur e kry namazin, ky burri i saj kërkon diçka te gruas vet, po ajo si përgjigje. Edhe sirë zotat i kësojna, a i irnohet edhe i thët te mo për mu je si nona jam. Në tekstin fetar quhet izhar. Kjo edhe para islamit, kur dikush i ka thonë gruzet ti je si motra jam, nona jam, dhe me ti je lëshu me mo, se me mu s'mush me pos kontakt. Dhe mund të logaritis si nonës si motër, që kjo shprehje te arab kanë në kuptu shkurëzim. Se ti je si nona jam, dhe mund unë du me ty mos du me pos jetë bashkërtore. S'muj me jetu mo me ty. Edhe për një moment, do më thonë, e gjonë vetën që 2 vjetën më është, fëmija, do më thonë, halat dvezën, e gjonë vetën para një problemi serios, aje e tha fjallën nga vaj, edhe tash, aje gruaj i thot ati, vallahi, nuk mdana pe te e dhe sa të shkajt e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ti u pëndohet në kësaj fjallën. Edhe na do të me ditë tash dispozitën e Zotit. A unë në pleqni, mu largue fejteje, në qofë se i marë fëmin, s'ka me qka me ushqy, në qofë se të leo fëmin, ata ka me hik me ty. Edhe thuhet, kanë qenë shumë të varfën, kjo gruja u dal aty të ato shqinit e saj i ka marrë do roba, u vesh edhe ka shku të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të shtëpia e Muhamedit. Muhamedi ka qenë me Aishën radhiyallahu anha. Edhe thot Aisha e kom pa këtë gruan kur ardhte te Muhamedi alaihi salam, edhe ka fillu me polemizu, me diskutu me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, edhe t'ja paraqit Muhamedit atë problemin që burri jam më ka lëshu, edhe i ka ra pishman, a ju pëndu që më ka lëshu mu. Qka dhët me bëhon? A më ka thonë mu t'ji si nona jam, dhe më ka lëshu. Fëmin i kem të vezër. Me bëhon e një marë fëmin, qysh me ju shqyë, më gru s'muj. Mi alon ati fëmin, fëmija kanë me jek keq panon, edhe po ankohet të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i thot, une nuk di kur gjithet e veç e di që ti nuk je gruja ti mo, dhe on pas ka ndodhë shkurëzimi. Ajo po ankohet të thot, ja Rasulullah, njeri u pëndu, ka gabu, i ka rshit fjala. A, që ka shlet më ndafi burrit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për momentin që shto dispozita, dhe mon, nuk di unë që ti mund është mu me kalu jetën me tonë. Edhe kjo gru shumë e dështrume, shumë e mërzitne, i ngrit duhet për qëtë ato, zot, unë e po tankohem ty, bënë një zgjidhje. Po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për din që Allahu ka me zbrit diçka. Se Muhamedi për momentin nuk po ka dispozit me i tregu krejt. Muhamedi veç për thot, ajo që e di që për momentin pas ka ndohë ndaje. Amo me ta spjegu krejt dispozitën s'kam shpallje. Thot Aisha radiallahu anha. Thot unë jem konë në shpit, më thonë, bëjsha pun, edhe një pjesë fjallët soj e këmë dëgju. Po një pjesë fjallët kur falke me tonacion të ullë, s'mishë me morë vesh që pëthet. Thot edhe në qëto momente, ty fulle e gruje më Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot jem shkue, edhe i këmë thonë asajna, dhe më thonë, balë mos e leo dhe Muhamedin, e mërzite. Për e të fakt, ndoshta Zoti i zbret ajete. Sëtë në qëtu fjallë, ty thonë asë i grus, e leo dhe profet, e leo dhe Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Sëtë e kom po që Muhamedit i filloj shpallja. Se keni vrasysh, në kone Muhamedit, ku i ka fillu gjithë Muhamedit, mi zbi shpallja, njështë e ka njoft automatikisht që Muhamedit është ka i zbret shpallja. Për asyri se, që shukon Muhamedit pësha jetë normale, kur ka fillu mi arë shpallja, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka pash shumë vështërsi, edhe një farfor me u konë si në klap. Dhe më thonë, kam shelë sytë dhe u konë një loj, si kur me kalun bët tjetër. Edhe kam lu njërë, se në vështërsi, për asyse shpallja është e kështirë. Dhe më thonë, qijeli mu
ose shpallja, ose inspirimi, mu fut njëri, është prej Zotit, është e rëndë. Edhe për një moment do gjithë krejt njerëz. Si e kanë po Muhamedit, e kanë ditë gjendja, kur ai ka inspirim, e kanë ditë gjendjen e tij se është gjendje jo normale. Veri është një transmetim që me një rast Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u kanë të zbrit shpallja, edhe ka pas gujin e tij pështetën me në kamën e një sahabie afër tina. Thot ai, shina kontinentet ka filluar me zbrit shpallja. Thot më ka duk sikur jo ai gjuni Muhamedit, po sikur më qit këtë një shpimi kam. Thot për një moment, më ka duk që më këpët kama pe peshës, pe rëndësie. Thot më ka duk shumë gjapë, më ka ardhë keq me të rje kamën, pe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot dhe ka mbaru shpallja, thot më ka duk peshë e jashtë zakonshme. Pa gjitha thuhet ka transmetime që kur o konë Muhamedin dheve, kur ka fillu me zbrit shpallja, devja u lëshu, s'ka mujt me përballu shpallin. E dhe ora në tëk. Për shkak vështërësisë që Muhamedi ka pas momentin e shpalljes. Thot edhe, unë edhe e gruja, e këna vrejt që fillon me zbrit shpallja Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe tash po presim se sigurt, Allahu ka me zbrit, domethënë shpallje lidhje me këtë gruën. Thot edhe nuk ka zot shumë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka kalu unal inspirimi, edhe u kthye në herë domon në jetën tonë dhe ka filluar me na fol, edhe ka thonë thirrat gruan se Allahu subhanahu wa taala e ka ndëgju fjalën e saj mbi shtatçi. Aisha radiallahu anha masane thot u kon shumë habi për mua, thot falënderimi qoftë Zotit i cili i ndëgjon zonat e njerëzve dhe të shferitë njerëzve mbi shtatçetët, vallahi kum jam kon shpejt shumë fjalë sojnë s'ku mujt me ndëgju pej të nacionit vogël. E pas kanë ndëgju Allahu fjalën e saj mbi shtatçi. Edhe kanë zbrit 4 ajete në surën El-Mujadala që shqip tërthimi surës është polemizim. Se kjo gruja orë dëmon po polemizon me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po kërkan zgjedhje. Ka thonë Allahu dëmon nuk përrezojt arabisht për shkak mos me gjukuhen, po përrezoj veç 4 ajete të shqip e ju në dëgjani që ka përgjit Zoti kësaj gruas. Vërtet Allahu e ndëgjoj fjalën e saj e cila bisedoi me ty lidhur me burrin e vet. Tash mbos të asoj që në tregova ngjarjen e mundi me kuptua jetët. Vërtet Allahu ndëgjoi fjalët e saj, asoj gruaje e cila domethënë erdhi te ty, polemizoi me ty në lidhje me burrin e vet. Që u ankuat e Allahu, prandaj Allahu e dëgjon bisedën tuaj. Allahu dëgjon çdo bisedë dhe sheh çdo punë. Ajo që është këtu karakteristikë shumë interesant që na subhanallahu na muslimanë që se kena përjetuar shpalljen, zbritjen e Koranit, normal jem të trivum për një hajër shumë të madh. Ama ata njerëz që kanë përjetuar zbritjen e Koranit, për ata u kanë një karakteristikë veçantë. Para mendoni me qenë në kohën e këtyre burrave, kohën e sahabëve, kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe ti me përjetuar zbritjen e Koranit. Për çfarë në rast ta zbrit. Edhe ti në farforme sikur e ke një që Allahu subhanahu wa taala është me ty. Edhe për çdo moment ka mundësi me të zbrit ajete. Për çdo moment ka mundësi me tregu pozicionin tan. Filoni është kështu. Pra sy të shpesh herë ka ndodhur që munafik, kena mi shpjeguar inshallah do ngjarje shumë interesante janë kur kanë përqesh Muhamedit. Kanë bëu ajgore me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Allahu i kanë dëgju. Edhe ata kur shkuat te Muhamedi më thonë, ja, na s'kena fol kur gjë. Ka zbrit Xhibrili dhe ka tregu pozicionin e tyre. Sikur subhanallahu kone Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë problem, edhe meditimi u koni koja problematik. Se ka raste kur njeriu veç ka menduar Kurani ja ka thit mendimin publikisht. Dhe ata njerëz sikur janë kon këtë lidhën me Zotin. Edhe sikur Allah subhanahu wa taala ka qenë me ta edhe në ngjarje të përditshme. Sot na nuk mund me ditë mendimet e njerëzve dhe bisedat e mshefta. A mund kone Muhamedi shumë ku problem edhe bisedat e mshefta. Se i ka qitë Zotin Kur'an. I ka publikuar në era Allah subhanahu në Kur'an. Ajeti parë, ajeti në dytë, tash Allah e tregon dispozitën. Çka duhet me bë ky burrë dhe ky gruë? E para është që Allahu Muhammed e kanë dëgjuar bisedën e dyve. Edhe pse Aisha ka qenë më afër në ato sozat tona, mo keni parasysh kemi bëjmë me krijuesin. E kanë dëgjuar edhe të shpëritin e asoj gruas në lidhje me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata për ju që bëjnë vihar. Vihar është çka e që thashone, e përsejime ndaj ti është haram si e përsejime ndaj nënësime. Dhe më thonë, llogarit ty sinon, dhe me s'moj jetoj mon bashkërtime ty. Në tekstin që ta shuhet idhar.
ose dhiharën, falni. Ndaj grave të veta, në të vërtet, ato nuk janë nënët e tyre. Domthonjë sa i ka thonë ti si nona jam. Allahu po thotë, ato nuk janë nënët e tyre. Nënët e tyre janë vetëm ato që i kanë lindur ata, ndërsa ata janë duke thënë fjalë të irrituara dhe gënjeshtra. Por Allahu është që le shumë pa marrë në përgjithësi dhe shumë falë. Domthonjë shumë sen Allahu nuk i merr përgjithësi, mëshirë për neve i falë ato. Çfarë dispozita është, çfarë më bota është dy? Ka thonë Allahu, ata që krahasojnë me nënën dhe largohen nga gratë e veta, domthonjë në llogarit gruan si nëna dhe largohen, domthonjë ndodh shkurrëzim. Pastaj zbrapsen nga ajo që kanë thonë, i bin pishman që kanë thonë ato, janë të obliguar që para se të kontaktojnë ndërmjet vete, para se të kthehen edhe një herë me gruan, ta lirojnë një rab. Tash ky Aus ibn Samit, nëse don me kthy gruan e vet, me bëu edhe një herë gruan vetën, duhet me lirojnë një rab. Me dalë me këshyrë një rab, mirë që është rab, sa paguhet, sa është me lirojnë një rab, çka duhet me paguhet, ata tani kthehet edhe bashkohet me gruan. E para, kjo është dispozit me të porositeni, Allahu është i njohur rrallësisht me atë që ju punoni. Kjo e para. E dyta, e kush nuk gjen pare me liru rraf, s'ka mundësi. Atë le ta agjeroj 2 muaj rresht. Para se të kontaktoj, e kush nuk mundet atër le të ushqej 6 ditë varfër. 3 dispozita. Ose 3 opcione. E para është, në qoftë se tash shfalla që kjo ajet, që kjo dispozit është dhe ditë kiametit. Domthonjë kjo ka shkak zbritjes, po rregullës atë kështu. Ajetet që kanë zbrit për shkak një ngjarje, ajeti kur ka pru dispozitën, e ka pru dispozitën me zgjedhje çat problem të kësaj kohe. Po çike dispozit tash merret edhe deri në ditë gjykimit punohet me çat dispozit. Edhe pse çaj dispozit ka shkak zbritjes, ka një ndodhi. E para është të liruni rab. E dyta është do të na agjëro 2 muaj. Që s'ka mundësi lirim. Që s'ka mundësi 2 muaj me agjëru, atëherë do të më ushqyje 60 vashën. I thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gruas tina, Khaula ibn Talaba, shko thirrë burrin. Edhe tregoj dispozitën çka do të më bëj. Edhe vjen ai shpejt te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pejgamberi ja lexon këto ajete. Çto 4 ajete që në fakt kanë zbrit. Edhe ai thotë ja Rasulullah, me liru rab asnjë cent se kanë ngjet. S'ka mundësi Azëtar me nas smuj paramendoj me lirurab. Ka thonë Muhamedi agjërët 2 muaj. Thot ja Rasulullah, a Ramazanin menzi agjëraj. Shumë i me likë agjërën. Një ditë s'me hongë 2-3 ditë edhe me bëhën e gjithë ditë më zonë, o rëzik, plekun vjen për sëndë. Shumë i dapë, s'muj agjëraj. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, ani fra duhet me agjëru, duhet me ushqy 60 vashën. Thot ja Rasulullah, vallahi nuk dija kem sonte për darë diçka. Zia kem për darë, këti përthu 60 veti më dhonë, më ushqy. Ta atëherë quhet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe i ajat ka dhe mendim se ajo një 6 grushta hurme. Kështu grushta, edhe ka thonë shko ndaja 60. Edhe këtu ajo gruaja e këtij, thot ja Rasulullah, ka me dhënë dhe ushqim, e po ndihmoj burrit, domthonjë këtu të ndonjë 3-4, e unë një 10 vjet i ushqej me atë ushqimin tan. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë në rregull, ndihmoj burrit tan që ta çoni në vend dispozitën, edhe shkon e shpërndon atë ushqimin e kthehen prapë jetojnë burrë grua zvosh. Ajo që është karakteristikë këtu në ngjarje gjithashtu që lidhet me çet grua, kur ka vdek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam edhe ju dini tani është Abu Bekrin pushtet e kur ka ardhur Omeri, kjo gruaja mova që shtyn, është krejt lëkë, kështu është plak në kuptimin e vjetërsisë. Në vit Omeri ka dalë në për qytet. Omeri ka qenë kryetari muslimanët, emiri. Edhe shekit gruan, edhe i thotë kjo gruaja është dryp këtu ti do këshilla. Dryp ajo një kru, një plak, një lëkë, po i thotë emirit, Omerit po i thotë në tokë. Edhe Omeri me do popull të bashkë, me ata trupëroj që ka qenë bashkë. Në orët dhe një gjysora e veç të këshilu. Ajo gruja të këshilan të. Edhe për i thap, si e konë kërkushi, je bo musliman. I dhe më onë je konë gjahiljet, je bo mos rritet meni, je bo kryetari musliman, edhe këshilan, dhe më thonë një mori këshila. Edhe të një gjysore o mirë jetë me to. Ka tjetë që për fresni këtu jenë mërzit dhe për i thojnë o mirit. Hajde be që gjysore me një plak, që ka i ka bën? On lev, ta hupi ditën. Thot, Allah ju dhëzë të juve. A nuk e dini thot që kush është kjo grua? Ta vëllën jo s'dim. Thot që kjo grua më pas nalë që të full, pej sa bohaj, dhe i mbro me e kshangu. Pëjmë pse?
Thot, po kjo kësaj gruaje ja kanë dëgjuar fjalët e Zotit mbi 7 qet, e kush Omeri mos më ngu fjalët e saj. Fjalët e saj na, në shku 7 qetin nga dëgju Zoti, e ka zbrit Xhibrili, më përgjigj kësaj gruaje, e kush Omeri mos më ngu fjalët e saj na. Kanë thonë, bana Allah se po meritoj ka kësaj gruaje më dëgju fjalën. Kjo është një ngjarje në fakt që paraqet domethënë atë çështjen fenomenin kuranor, shpalla që ka zbrit Kurani. Edhe tash kur të fona sa të lexosh çfarë sure, el mujadele, ti automatikisht e nin afërsim tonë me Zotin. Edhe nin çysh një gruaje ka përgjigj Allahu subhanahu wa taala mbi 7 qet, edhe ka zbrit Kur'an, edhe den ditë kiametit ka lezuar ngjarje e saj. Ka një ngjarje tjetër, Ali Imran, është i përmendur ngjarja. Thuhet në ditë për ditëve, Omeri radiallahu anhu, fani Abu Bekri, ka dalë në për Medine, edhe i ka po jahudit që fote Medines, një farë si kasor, si shpije vogël, janë ullë tonë rrët një frisi tyne, a i frisi ka pos emnin Fenhas. Thuhet të vonë presi që fote dhe kë. Edhe pjumon aty në dërtaj, pju ka zënë për fejnë tyne. Edhe Abu Bekri radiallahu anhu futet me ndëgju. Edhe kurin aty, për një moment ule pak edhe ndëgjanat Fenhasin, ka spjegojnë aj rreth jahudizmit tëne. Edhe Abu Bekri, për një moment, ja merë fjallën e ti, thët a bën me thullë, qka thët urnë, thët, o Fenhas, pse po i rranë njërë? Pse s'po bosh sinqert, më tregu këtyre që Muhamedi i dërgoi Allah. Pse s'po bosh sinqert kur unë e di që ti sigurt e din që Muhamedi është profet. Se paria që fotve në Medinë e kanë ditë sigurt që Muhamedi është profet. Tonë kanë ditë. Ka thonë edhe pse s'po bosh sinqert kur në librin tanë të Tevratin i ki shanjat e Muhamedit. Pse po i rani? Edhe ai i thot Abu Bekrit, thot, ja, thot, na nuk kem nevoj për Zotin. Thot, Zoti ka nevoj. Edhe na nuk pëshohëm tu dhe së i besu Muhamedit. Pse na jem pasën e Zoti është i varfën. Zoti ka nevoj për një. A ke pa që shka lyp, sadak, ka lyp. A dhe një ajet në ditë para të rarive, kush i jabë Zotit varfë. Allahu ja këthen ati kushe. Aja lezën nga ajetin, Abu Bekri thot, Zoti ka lyp filan dhe në bërqë. E ka ndalu komatën, ka kërku për neve sadak, dhe më dhëna, aja është i varfën, na jenë pasën. Edhe Abu Bekri që kjo fjallë, ja hu për një moment koncentrimin edhe i mreqët që flak ati që futit, shtu më e gjishta, edhe ja përzina ti një shplak shtu mirë, edhe aj qëhet, qashtë me të shplakën me 5 gjithë, që që i kanë mirë, qashtë i rrugë edhe drejt, thët vallaj pata në kute profeti jetë, nuk e la. Abu Bekri thët shko ku dush, se i ka shfalë që kena kontrat edhe kenë marveshje, se mos me ko marveshja e kësha arru shëplagën të kishku kryt. A mo falë marveshjet, se ka posë Muhamedi marveshje, pa të qore, mos me luftu me audit. Edhe e merë Abu Bekrin përdojë, dhe të vallaj pa të qore se pejgamberi jëtë, me të anku nuk e lejë. Edhe e merë Abu Bekrin përdojë dhe shkën të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i tregon thot, o Muhammed, që kështu ka ra, shoku jetë ma i ngush shuplak. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Abu Bekr, ja Abu Bekr, pse i kera njët? Thot, ja Rasulullah, shko dhe u futa, edhe e tha një fjallë fort poshtër, ma hopi koncentrimin edhe, i rashte, mu dok fort fjallë që e hedrën Zotin. Qfar fjallë? Tha, kjo që futi tha, Allah është i varfën, na jem pasën edhe na nuk, s'peshohëm tu ose s'mi besu. S'peshohëm tu ose mi besu Muhamedi. Ka lyp Zotit sadak, ka lyp shtu, ma na i varfën, na jem pasën. A i këtët, o Muhammed, po betohet në Zotin e vetë, që Abu Bekri o ka rënë se s'kom thonë që kështë. Që futi, e në rënë ftyren, që të përqëty. A dhe Abu Bekri po abitit, po ti përshtamë me shëplakën, që shtë më hënë. Thote, aj me këmgullje, po i thotë Muhamedit, ja, une nuk kom thonë kështu. Aje që po thotë Abu Bekri është rënë. Normal, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka ditë sigurt që Abu Bekri është i sinqert.
Se Ebu Bekri, i ka posë do momente më të shtira s'ka rrejt, e le mo po rrën për një gjatë që është shumë sekundare. Po mirë po, Muhamedi s.a.s. tash i duhet një dëshmi për me spjegu sinceritetin e Ebu Bekri. Edhe nuk ka mjaftueshëm i thonë atij Muhamedi ti e ka rrën, Ebu Bekri është i sinqert. Edhe për një moment, qysh kanë qenë të dytë aty, qysh kanë qenë bashkë, ka fillu Zoti mi zbrit Muhamedit shpallje. Edhe Ebu Bekri ka vrejt, se thash dhe njerë, kur ka fillu shpallje, atë gjithë e ka vrejt. Edhe një 2-3 minuta, pejgamberi është në gjendje inspirimi. Edhe të dytë të presin që pëndod. Mas si kalen inspirimi, Allahu subhanahu wa ta'ala, ja lexon tash ja zbret Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ajetet cilat e shpjegojnë sinqeritetin e Ebu Bekrit, se Ebu Bekri fjala e vet është e saktë. Ka thonë Zoti: "Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya." Allahi e kanë dëgju fjalën e atyre që kanë thonë Allah është i varfër na jemi posë. Edhe e ka pastru Zoti Ebu Bekrin në moment. Edhe u i ka qifuti, edhe ju ka nxi ftyra, ju ka sku ftyra dhe u i ka shku prap atje, për arsye se Allahu ka ndërhy mes një ngjarje mes atij edhe Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, edhe ka sqaruar pozicionin e Ebu Bekrit. Para mendoni vetëm një fenomen kështu. Çfarë imani ka pasur në atë moment Ebu Bekri? Para mendoni me shku edhe Allahu po fol për Ebu Bekrin. Allahu shpjegon pozicionin e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Domthon vetë zbritja e Kuranit edhe përjetimi i sahabëve zbritjes së Kuranit është një fenomen shumë i çuditshëm. Edhe është një kënaqësi që ata e kanë përjetuar. Ajo që na vjen neve, domthon tash na s'kena pas fatin me përjetu drejt për drejt i zbritjen. Apo kuptoni se skema fat. Po megjithatë, elhamdulillah këto ajete i kemi para vetit. Edhe në këtë muaj të Ramazanit është mirë me lexu këto ajete, edhe çdo ngjarje, mos e harroni këto dy ngjarje asnjëherë. E para në surën Mujadele, e dyta në surën Ali Imran. Çdo dy ngjarje, edhe shkaku i zbritjes, sikur ku të çift Kur'anin, sikur duket vetja afër Zotit. Sikur duket vetja që çushja ka ndëgjuar Zoti fjalën e Abu Bekrit, ka mundësi me ta ndëgjuar ty. Veç që mos zbritje s'ka. Kur'ani nuk zbret. Fala, këto çështje inshallah ta do t'i shpjegoj në vazhdim. Nesër kena shpjeguar një ngjarje dhe më madhore që është e të njëjtit kuptim. Akuzën që ja kanë bënë njerëz Aishës, gruas të pejgamberit, edhe qysh ka zbrit Zoti prej qiellit ajete që e ka treguar që Aisha është e ndershme, është e pastër. Domthonë këto inshallah ta kemi sigurisht. Deri atëherë inshallah tonim në rujtjen e Zotit, edhe në dorën e Zotit. Faleminderit shumë. Selamun alejkum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Kujes.